Ndërojmë temë. Në moshën 84 vjeçare ka ndëruar jetë Gjuljas Fezullaj, njëri nga personazhet më të njohur dhe më të respektuar të trevave tona. I ndjeri gjatë gjithë jetës u përball me shumë rreziqe, por fal guximit dhe vendosmërisë së tij, të gjitha i përballoi me sukses. Varrimi të ndjerit është bërë sot në varrezat e reja të qytetit pas namazit të drekës. Në moshën 84 vjeçare ka ndëruar jetë Gjuljas Fezullaj, njëri nga personazhet më të njohur dhe të respektuar të trevave tona. I ndjeri gjatë gjithë jetës u përball me shumë rreziqe, por fal guximit dhe vendosmërisë së tij, të gjitha i përballoi me sukses. Gjuljas Fezullaj njihet në popullin ton si një nga themeluesit e parë të shoqatës kulturoro-artistike Besa në Gostivar në vitet e 70-ta. Gjatë kësaj periudhe, ai ushtronte edhe profesionin e gazetarit në Radio Gostivari, ndërsa një pjesë e konsiderueshme e popullatës së asaj kohe e mbajnë mend Gjuljasin si mohues të guximshëm të toponomisë slave në programin e kësaj radioje me program në gjuhën shqipe. Fezullaj së bashku me Elias Halimi dhe aktivistë të tjerë është edhe një nga themeluesit e partisë së parë shqiptare në Maqedoni PPD dhe kryetarit të parë të kësaj partie në Gostivar. Në fillim të viteve 90-ta ai u zgjodh edhe kryetari i Liridës. Gjatë gjithë këtyre aktiviteteve, Fezullaj u ndoq nga UDBA e Jugosllavisë dhe këtë e dëshmon dosja e tij mbi 500 faqe. Ky intelektual, patriot dhe humanist me suksese përballoi misionin që ia dha vetes dhe deri në fund të jetës së tij nuk i tradhtoi idealet kombëtare shqiptare. Varrimi të ndjerit është bërë sot në varrezat e reja të qytetit pas namazit të drekës. Lutim Zotin që sakrificat e tij në shërbim të popullit të vet t'ia shpërblejë me të mirat e tij të pakufishme në botën tjetër.